Dëgjesa e radhës e Këshillit Bashkiak Klos në kuadër të marrjes së mendimit të banorëve në lidhje me reformën administrative territoriale është ndalur në njësinë administrative Gurr. Banorët ishin të ndarë në lidhje me bashkimin e Bashkisë Klos Matë të Matit. Disa nga banorët që morën fjalën duke shprehur pakënaqësi ndaj shërbimit të Bashkisë Klos ishin të mendimit se reforma duhet të bëhet dhe Klosi t'i bashkohet Matit. Unë si banor i Gurrës, së pari dua të falenderoj qeverinë Rama për reformën e 2014-s, e cila dha rezultate shumë të mira. Si çdo reformë tjetër e ndërmarrë nga qeveria Rama, edhe kjo reformë besoj se do t'jap akoma fryte më të bukura. Prandaj, unë si një njeri i cili kam studiuar për gjeografi, njoh që shtetet më të fuqishme në botë, si ekonomikisht, si politikisht, janë shtetet më të mëdha. Edhe Bashkia e Klosit, nëse do t'jetë e bashkuar me Matin, do t'jetë akoma më fuqishme. Prandaj, duhet ta mbështesim çdo reformë të madh, sepse çdo reformë që merret nga kjo qeveri do t'jetë në favorin dhe zhvillimin e komunitetit. Shërbimet do të forcohen, autoriteti i administratës do t'jetë më i lartë dhe çdo gjë tjetër do të shkojë më së miri. Prandaj u bëj thirrje që ta mbështesim këtë reformë, duke falendëruar dhe herë punën e bërë nga Bashkia e Klos deri tani. Faleminderit gjithëve. Të ndëruar që të gjithëve, që u mlodhëm një herë, kemi 3 vjetë sa që i në lethe ku vendi bashkisë dhe bëm bashkinë, bëm dërtojmë gjitha këto punë, asë i herë po më dhonë logarithonë ne. Që do të thotë mos të të logarithonë po, mos një kështë po, një herë shkova këtë bashkia në Klos, me thotë këtë kryetarja, tha për jashtës merë me të, tha se i s'qenë zmarë shka unë. Më e thash unë nuk kjo ka hek grupi kulakve, i tha mu kësaj kryetarja, ja thëmë në sëry. E dyta na premtej në emër popullit, në emër gjithat atë karakteristikat që kishte shkrujt që Lagja ku bërnoju, nuk kemi, se do të thamë mësë mërziti në kryetare, nuk kemi as një pishëm, as një vëdicë. Në të dhja jemi pjestar të qishtë historisë para 200-300 vjetën. Nuk kemi rrugën erthe e mirëmajtim që i kryetarja bashkisë, a për i shkomplet. Sepse, për pak pun tjera që mund të ndërhyte, aty nuk fëtë në sëtë, për net jo më pak për një orë, më gjenë makina kryqë, po tjetër shoferit, po erdhin e 2 shoferë atjerë së në zërë. Po mësu me mushka. Po. Mësu të vetë. Edhe nuk e thëmë, nuk e thëmë. Vetëm për reformë. Po. Nuk e thëmë, unë për vete, du mujtë, mure vogër ka ujtë me fërnistu 2-3 fshate. Atëherë unë problemin e bashkisë Klos nuk e mbështet, se ku mbështet, as atëherë, as tani nuk e mbështet. Ose të pushtetit të shkrej sa marrë për popullin. Se investimet janë më të mëdha, investimet janë më të mëdha dhe çdo gjë është më afër njerëzve. Tek një llogari jam në njerë. Duhet të jemi në llogari para këtij popullit çfarë keni bërë për 3 vjet. Se keni bën luftë klas ashtu, dikush me ujë, dikush pa ujë, dikush me rrugë, dikush pa rrugë. Këtu është. Në minutë. Allah më në kam mësi. Tu të qetë drejtu si kryesori bashkisë i komunës Gurr, Gazim Gjoni të qetë Albin. Edhe të gjitha ato që kanë drejtu popullin e Rrips me çdo mënyrë pasin lëngë. Sot ka 3 vjet tu pyetet vetëm një tinduk e shumë koka tjera si do të bëjnë ta. Prandaj unë jam dakord me paraportin se kjo bashkinë qëfë se nuk i shërbej popullit, automatikisht shkruaj. Dash të keni hatë kërkuj, pra kërkojmë drejtën tonë. Kërkojmë ka ju, kërkojmë rrugë, s'ka. Kërkojmë ujë, jo, kërkojmë punë, s'u kërkojmë nëse në pensionist, pite mi këtu mi. Se bënd t'ja pa drejtë. Sepse në mani me rejnë bënd 3 vjet rresht. Si ka mosu? Me që mendimin tënd edhe po apo jo, bashkisë, t'ja ka dhenë fjallën dikuj tjetër? Si që keni drejtu, ju dhe tani automatikisht bashkja herë. Pak të në shtani 2 herë duhet vëdit. 1. E dyta, gërgo për ujtë pishëm, merë kryetarin e drejtorin a qakini ju atje, a prishën kur të vogël, hypë makinës, unë shkenjë kur të vogël, tupat në regull. Se ka shko ujtë nuk e di. Nuk kam gjë mas një. Unë veç du të di gjë. Në qëfë së më banen në fshatin Rrip, dhe banen fshat në 3 gjë nga gërgën nga bashkia. Gërgoj rrugë, me shku shpi që s'kam. Gërgoj ujë vadit, që ja kam pas. Që ja kam morë në ka vite, ja kam morë ka herë.
nuk ma ka pru asnjë lloj bashkie, a mor para asë unë stilu në veni kret. E kupto? Gërgoj ujtë e pishëm, gërgoj rrugë me shku shpëtime. Unë të 3 gjona nuk i kam. Përderisa unë për një 30 vjet që unë çdo gjona nuk i kam, për mua unë kam qenë me burrelin, unë duhet shkoj me burrelin. S'ka bashki ma. Tani me votë time, të vjedhin gjetri, këta s'unë e bëjnë. Mjep votën, të vjedh fuk, këta s'unë e bëjnë. Por shumë banorë të tjerë kundërshtuan shkrirjen e bashkisë Klos me argumentin se shërbimet vetëm sa largohen më shumë, ndërsa përmendën investimet e bëra së fundi me asfaltimin e rrugëve. Krahina e Klosit ka historinë e vetë, ka provimet e veta, ka organizimin dhe drejtimin e vetë. Dhe unë personalisht, as një vrejtje nga drejtimi i bashkisë për vetë mundësit ekonomike që ka pas bashkia, nuk kam as një vrejtje se ka po punë, aq sa s'ka po kërku shtetet më shumë. E para. E dyta, duke qenë se kontrolli i territorit do t'jetë ma efikas dhe ma i shpejt, është mundësia që bashkia dhe mund ta kontrolloj dhe ta drejtoj këtë punë. Për këtë arsye, unë nuk jam dakord që bashkia të kalojnë në bashkinë e Borrelit, por të qëndrojnë bashkinë vete. Punë që ka bërë bashkia këtë 4 vjeçin e punit, s'është bërë për 34 vjet. Në rrugë që nga Cipri, në Ceruj, në Kurrë Vogël, ja ku janë Kurra Vogël. Gjate, u ka ma. Mishtër, një minutë. Po jam mendimin tim si banor i bashkisë Klos. Bashkia Klos menaxhohet shumë mirë kur është e vogël. Sepse pastaj ti se një mëtesi nuk do kesh në kërtar bashkije nga kjo zonë. Do kesh nga dëja. Unë jam kundra që bashkia të mos bashkohet, por të vazhdoj dhe të punoj si që ka punu dhe arri shumë rezultate, sidomos me në 4 vjetë që të se 8 vjetë do i bime punu. Jo bo puna se bo puna, se në përhejsh të kemi shku, nuk ka bo kush ma mirë sekretarja bashkisë jo sot, as ka për bo, jo se ka për në mu, ka për në gjithë, po ka më nuk e të gjithë. Pa fe partije, se po që qenë më të përgat ljurëm që nuk. Më ka respektu se e më shuizura, më ka respektu. Nuk ka respektu asë që më lek, asë më lek, asë thjerë më ka respektu si e panori kërës madhe. Ta e në kremi na, që kemi zotë, që duha pra vërësi, që kemi në zotë gjëqe, e lëmë madhe, më zukull, se më zukull nënë, ku kom hetë të votu për si më ramin une për këtë partije, më shtyu për jashtë, asë më shtyu se përsum dhe vra. E thë për si më fitu, nuk të le më zunon me hem burrel ma, jo me shku me kërku drejt ke bashkje jote. Dhe besojme se besoni, që ka është njësit ka vërnesër. Bashkjetër e nësin i bura, dalin kërru nga arbrin, ta blokëjnë, vine di hangët të më nëgjën mu, vetë gëzën e atësirës, këmë molë shem kjur hedhë rrugën. A në zdojnë bashkirë, zdojnë rrugë arbrin. Unë jam dakord që jësëj, pa në 700 vetë bashkje klësit 3 në të kuan. Faleminderit. Kalojmë të dikon. Shpeci që shumë bashkës varës tonë në këtë takim, shumë të rëndësishëm për trevën tonë, shumë të rëndësishëm për bashkinë e Klosit, dhe shumë rëndësishëm për të ardhmen e fëmijët tonë dhe gjithëve ju. Është shumë rëndësishme pjesëmarrja e juaj dhe shpreha që Bashkia e Klosit duhet të qëndrojë, të vazhdojë të zhvillohet dhe të shërbejë komunitetit tonë me mundësitë që ka, duke u mbështetur edhe më shumë nga qeveritë në vazhdim, kushdo të jetë ajo. Ndaj unë them që të mbështesim bashkinë, të mbështesim në rastin konkret, është punë e lavdrueshme dhe administratës së bashkisë në këtë drejtim dhe të votojmë kundër reformës. Po, unë thonë kretë populli të bëmë ashtu si s'kemi qenë që ishë kohët zëgët e si ashtu. Zdëshët ashtu, këtë jetë më me rëtë herë. Faleminderit. Kalojmë të dikush tjetër. Dëgjesa e radhës e Këshillit Bashkiak Klos para se të marrë një vendim do të ndalet në njësinë administrative suç.